Fermerët e kultivimit të qershisë në Gjorisë të Bulqizës po përballen me dëma akoma më të mëdha se mungesa e prodhimit. Gjethet e qershisë po thahen për shkak të dëmit që kanë pësuar nga ngricat e muajit prill. Fermerët thonë se dëmi ekonomik është shumë i madh gjatë këtij viti, pasi me parcelat që kanë, vitin e kaluar kanë arritur të nxjerrin deri në 15 milion lekë të vjetra. Munir Balliu thotë se të gjithë bashkëfshatarët e tij janë dëmtuar këtë vit, jo vetëm ata që kanë kultivuar qershi, por edhe ata që kanë kultivuar pemë të tjera frutore, siç është edhe kumbulla. Të gjendur në këtë situatë, fermerët kërkojnë mbështetjen e shtetit në mënyrë që të përballojnë me sa munden shpenzimet që kanë patur. Si vjet nga marrë vjet kemi pas prodhim të mirë, 15 milion lekë për këto qershijat, si vjet as e lekë fare. Janë vej komplet. Është janë vrogu, shteti nuk përgjigjet fare. Çfarë bëj? Arran janë do tha, shef e vet. Janë 100 cop qershia. Po janë 50 cop kumbulla dhe darda gjana kështu, asnjë gjë si vjet. Asnjë gjë. Janë një kokë ta kishim hangër vet. Pa shef shi ka fazë këtë komplet. Janë gjatë skadimit të ata. Ka 6 vjet janë vu. Shteti asnjë lloj nim, asnjë lloj asgjaja. O kemi shkuar, ka marrë vesh, e din e këta e bashkisë, e din gjitha. Mos kanë ardhur të kne, ti shofi. Jo vëlla, s'përgjigjet pas ti gjoj shteti. Që do hapshim sy, se ne këtu mbarej, ne kemi farë vendosi sirat. A kumlla, të le kumlla janë. As molla, as gjë ti. Tak, as ti gjë të kishim futi gjë ngoj. Të kishim bërë sefte. Do të përgjigjet shteti për një farë problemi do të hapin. Kom gjanë, edhe në Itali kom gjanë, po sigurat e shteti. Në më të thaj preman, në të thaj duhanin, në të thaj gjitha, atë parët jetë të shteti. Vite e shumë foto me helikopter, vite më rapa komisioni, shifte matë në parcelat, jepshin parët. Sa të me vumenin, jo të so baktije, të so, e sa të me vumenin, qershia, kjo është e rije. Me të njëjtën situatë po përballen thuajse të gjithë fermerët e frutoreve në Bulqizë, ndërsa shpresa e vetme mbetet shteti për t'u letësuar sadopak barën e shpenzimeve që kanë bërë tek fermat e tyre.